Ja ku jemi në emisionin i pavarur, që bëhet çdo të hënë, këtu në zjarr televizion, flak televizion, si të toni ju. Është televizion që flet natyrisht ndryshe dhe flet çfarë do Kokraqevit. Ju gjërat më të mëndshura, mos mendoni se ne themi gjërat më të mëndshura. Po themi gjërat që na ndjen zemra. Bëjmë kritik 360 gradë, pushtet opozit, sepse qefi jonë është që ky popull në radhë parë të ketë dinjitet, të ketë integritet, të ketë pushtet, të ketë edhe një lek. Çfarë ndodh? Lekët i kanë politikanët, me thonë drejtë. Jo për zotin Meta, i cili është në burg edhe. Zoti Meta thot, politikat e qeverisë kanë dështuar. Meta, Shqipëria ka nevojë të ndryshojë urgjent nivelin ekonomik. Bukur. Do t'isha edhe, jo do t'isha, po jam në një mendje. Bile me zotin Meta kam qenë në një mendje para se ty në burg i shkreti, kur filloi dhe ndërtoi programin për familjet, pak ambicioz, më duk ajo me 4 milion shqiptar brenda 2030-s, se fund fare është të kuotosh mbi punën e tjetrit, por prapë pëlqeu. Kishte gjëra konservatore brenda kësaj. Por puna është këtu populli i dashur dhe i shtrenjtë. Të modelit ekonomik bukur. Politikat e qeverisjes kanë dështuar, po politikat e tjera mori dashur liri. Politikat e tjera, politikat e opozitës, sepse çfarë ndodh? Në kohën kur Fatos Nano ndjes pas ka qenë në burg, edhe ndonjë jo pak, po ndonjë 4 vjet, partia funksiononte, PS-ja, ku bënte pjesë e zoti Meta. Funksiononte PS-ja. Mori dhe pushtetin pastaj në 97-ën. Ndërkohë zoti Meta është në burg, se çka një 2 Roça Poça. Janë dhe deputet kanë hyrë me emrin e Metës, natyrisht këtu përjashtoi Edmonda Gjinasto, që është kokësh, flerë për politikën shqiptare. Po janë një 2 nga këta që pini raki bashkë me Metën, para se ai hynte në burg e kri dhe shënui. Të tjerët nuk ndjen. Pse s'ndjen? Sepse nuk la parti Ilir Meta. Ky është problemi, nuk la parti. Duke mos lënë parti, ajo pjesa bëni si them unë, mos bëni si bëj unë, nuk ngjit. Politikat kanë dështuar, jam dakord, po kanë dështuar dhe politikat e opozitës. Ky është halli. Të lutem, më dil pak e tjetra, Kaso, thot. Në 23 maj, demokratët vendosin me referendum kryetarin e PD-s. Po. A, ta mbaj sonde gjithë natën me këtë, Kristiano, apo ti bjem shkurt? Bje shkurt, thot Kristiano, se kemi punë tjera. S'pari njerë, fjala referendum ka një alternativ. Pra, alternativ do thotë janë 2 gjëra. Po jo. Si do tjetë? E doni Sali Berishën po ose jo? Edhe ky mund të jetë një referendum. Mund të jetë një referendum. Për shembull, unë kam qenë gazetari që ka ndjekur fushatën për referendum të formës regjimit, që erdhi dhe bëri i biri i mbretit të Shqipërisë, Ahmet Zogut, Leka Zogu në vitin 97. Dhe pyetja ishte, doni monarki, republik. Dhe njerëzit shënonin atë që donin. Pra kishte alternativë. Tani cila është alternativa? Doni Saliu, thot, njësh apo Berishën 2? Ose do të jetë, a dëshironi ju që kryetari i Partisë Demokratike të jetë zoti Berisha? Po, dhe absolutisht po. Kjo i bëhet alternativa. Një parti e cila thot që është mundur me votë të vjedhur. Një kryetar që thot se Edi Rama nuk respekton votën, nuk shkel votën, do të shkel votën. Ne respektojmë votën e lirë, të paktën këtu duhet kishte disa, jo një alternativë, duhet kishte disa alternativa. Qoftë edhe programore. Pra mundet zoti Berisha të ishte ai, por të kishte disa alternativa programore për ardhin pushtet, për ndërtimin e partisë. Këtu e gjitha është doni Berishën, s'doni Berishën. Dhe kjo është formë demokratike. Po. Kjo do të ndodh këtë javë, në fund të javës, do të bëhen votime, jo zgjedhje Partisë Demokratike, dhe referendumi është Berishën apo Saliun. Ky doni, kjo është ideja. Po çfarë duhet ishte bërë? Çfarë duhet ishte bërë? Ma nxirën çik lutem. Ose çfarë duhet ishte pas bërë? 5 ditë nga gara e 23 maj, Salani ankimon në PD përjashtimin. Vendimi pra, shiko, s'ka nevojë me lexu gjatë, ideja është që Salani e ka bërë të vetëm. Plot shqiptar thonë, more pse nuk e pranoi Salani të garonte?
Nuk e mund Berishën Saljani, as nuk e rrezikon. Dhe unë jam shumë dakord me ju. Saljani nuk është se e kam përjashtuar nga gara. Nuk është se e kam përjashtuar nga gara, për faktin se mund t'i rrezikonte vendin Berishës. Për faktin se mund të kishte ndonjë shans të vogël të bëhej kryetari PD-s. Absolutisht jo. Duhet dhënë mesazhi për sa kohë është Sali Berisha, harroje që mund ngresh kokën dhe të thuash diçka ndryshe. Është ai dhe pikë. E dyta, çdo kundërshtar i Berishës është i destinuar të degenerohet, të shtypet me dhunë. Kjo më përforcon edhe idenë që 8 janari 2022-shit nuk ishte një rastësi, nuk është se ndodhi gabimisht që demokratët nga jashtë sulmuan demokratët nga brenda me mjetet forta, me gaz, kështu ka këto fikset e zjarrit e me radhë. Jo. Ishte për dhënë mesazhin. Ne nuk njohim formë tjetër përveç dhunës, po na dole para të shkrim. Ky është mesazhi. Ky është mesazhi edhe këtu. Saljani ankimon këtë gjë, por Saljani është i përjashtuar për të treguar të gjithëve me dhunë kush i del para Sali Berishës. Ai ose e shkrim. Pra, mirë e bëri që nuk e bëri kështu formale, thjesht marrin mesazhin të gjithë sa tjetë baca, kërcet Dajaku. Ec. Dajaku me të mirëre, se po e shtyve, ja dhe. Më pëlqen shumë zoti Balla se është duke bërë një luftë shumë parimore. Balla takim në Berlin me drejtues të Deutsche Welle. Ç'lidhje ka Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, me zanat jo gazetar, me Deutsche Welle, që është media shumë e njohur edhe në botë, fokusit e media e lirë dhe lufta kundër dezinformimit. Më radh të pika. Ka vajtur Taulant Balla ka folur me Deutsche Welle për lirinë e medjave. Ore, besoj ka folur se si të jenë të lirë gjermanët, se në Shqipëri lirinë e medias, po këtu ka përcyer. Tha Rama, të gjithë portalet thanë kundër qeverisë. Berisha thotë gjithë i ka blerë Edi Rama, ju s'merret vesh kush na ka blerë ne. Po gjithsesi, ka vajtur ky zotria këtu, edhe ka zgjidhur në Gjermani me Deutsche Welle. Ka folur për lirinë e medjave. Ndërkohë, liria e medjave është një gjë që varet shumë nga liria ekonomike. Dhe në një vend ku gjithçka është monopol, liria e medjave është një gjë që ka humbur kuptimin. Tani dalim çik në Tiranë sot. Dhe padi u çanë çik drasat sot për Tiranë. Urdhë. Turi ciklistik i Shqipërisë 2026. Nis sot bllokimi i akseve rrugore në Tiranë. Ditë e hënë, dita e parë e javës, njerëzit shkojnë punë, bllokuar këtu, bllokuar atje, bllokuar atje. Populli ka një shprehje që thotë, me byth pule nuk bëhet ves struci. Nëse ne s'kemi byth për të bërë rreth ciklistik, se s'kemi rrugë dytësore, rrugë tretësore, nga i rrugë kemi ne, që ne ka bërë Edi Rama, falë zotit. Kur bllokohen, dhe sidomos kur bllokohet kryeqyteti, është goxha i sikletshëm. Por Shqipëria trajtohet si pron private, dhe raste konkret nuk e çan taravele njeri. I bllokuan rrugët sot, stresohej trafiku, urbani, njerëzit që prishin, edhe besoj edhe në ditën e vit do të kemi të njëjtën gjë. Shqipëria është një shtet privat, mos harroni. Aman ma nxirë çik se u kënaqe nga ky lajm. Pas dhe që Kuba ishte armatosur. Cristiano, në Kuba konfirmon të drejtën vetëmbrojtjes në rast sulmi nga SBA-ja. Në Kubë thonë që të marrësh karburant në herë me tallon, po do të shkosh në fund dynja sepse s'ka. Në Kubë kush ka vajtur vitet e fundit, gjën e gjell me presh ose në gjell me perime vendas, si gjëra tjera harrojeni, se s'ka. Janë si ne në vitet 87, 88, 89 kubanët. Po si ne edhe këtu, po përgatiten të bëjnë luftë me Amerikën. Kuba. Pa breg në byth, do bëjnë luftë Kuba me Amerikën. Kuptoni, ka blerë dronë të bëjnë Kuba Amerikën. Me pordh ata që janë aty në Guantanamo, me pordh, jo me shumë, ta kthejnë bythën këte nga ishulli, e dogjën Kubën, e dogjën e shkrin, bën Kuba rezistencë. Në fakt më pëlqeu shumë kur kapi atë dobicin e Venezuelës, atë që Maduron, bënde dhe si humorista i, hajde, po e presim, e pas të thoshte, happy new year. Kur e morën ata forcat speciale, tha Trumpi, që natyrisht
Kina i kishte vajtur në fyt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte rrethuar Venezuelë, Kolumbi, Kuba, Meksik. Ndërkohë që po i çonte mesazh Kolumbisë dhe Meksikës, tha Kubës thash harxojnë fishek me ata, tha se janë bien vet ata, tha. Kështu që u po pres nga çasti në çast, ditën kur të bjeri Kuba, dalin ata kubanët siç dolëm ne të shkretët 90-ën, liri demokraci, e pastaj thjesht bëhet një rotacion i vockën, e rigjenerohen komunistët, dalin komunistët më të mirë për drejtuar vendin. Këtë po pres xhanam. Kam dhe një lajm fundit, thjesht se më vjen majt të hundës, më vjen kjo pjesa e hipokrizisë. Aksion Blitz burgun e Lushnjës dhe Elbasanit për sende ndaluara. Blitz praf kishte hyrë. Edhe çka kishin gjetur në burg, por të keqin kishin gjetur ndër të tjera celular. Duket si një tmerr i madh, duket si edhe një punë e madhe që ka bërë shteti. Në burgjet shqiptare, celulari është një mjet normal. Burgjet shqiptare, ka që kanë edhe 2-3. Pse i kanë celularët? Pyetja. Do thonë ju që përgjigje, që shkë pyetje idiote. I kanë se i përdorin o vlla. Aty mëri. Si i përdorin? Që si i përdorin? Merr telefonin, tuk i bie. Aty mëri. Në qoftë se në burg vendoset një pajisje shumë e thjeshtë si biçim antene, që bllokon valët, ai ta mbajti bëj foto shokut të bankës se oqi telefon. Dhe për nevojat e tyre vë një kapull edhe flet me telefon, siç e kanë rregullat e burgut. Këta e ka lënë vetë. Le valët natyrisht që hynë edhe celulare e gjithçka tjetër. Kështu që leni këto pralla, këto lodrat që Blitz aksione e kanë gjetur sende ndaluara në burg. Nëse më le të thonë, kur thuti, shtuam me këto gjëra. Miq, në këtë ditë të bukur maj, lulet mblodha, e mbaruam emisionin me Kristiano Xhanarin, me zjarr televizion, me afsh të madh nga Armir Shkurti, Kristiano Xhanari, Ismet Drishti, i cili vjen vërdall këtu po s'po e takoj, ju urojmë një natë të qetë.